U bëra nën e 2 binjakëve, por askush nuk erdhi të më uroj. Dita kur kuptova se do të bëhesha nën e 2 binjakëve ishte një nga më të papriturat në jetën time. Nuk ishte planifikuar, nuk ishte diçka që e prisja me orë të caktuara, por një lajm i papritur që ndryshoi çdo mendim dhe çdo ndjenjë që kisha për të ardhmen. Në fillim ndjeva frikë, një frikë të thellë që vinte nga përgjegjësia e dy fish që do të më binte mbi supe. Por brenda asaj frike ishte edhe një lumturi e pashpjegueshme. Dy jetë po rriteshin brenda meje dhe kjo ishte diçka e mrekullueshme, e papërshkrueshme me fjalë. Në fillim gjithçka dukej e bukur. Shumë njerëz më rrethuan me këshilla, me fjalë ngushëlluese dhe me buzëqeshje. Por sa më afër arriti momenti i lindjes, aq më shumë u ndjeva e vetmuar. Burri im, njeriu që kishte premtuar të ishte gjithmonë pranë meje, u bë larg. Një distancim i ngadalt, një ftoje që nuk e kuptova deri në momentin që u bë e pamundur të mos e vëreja, kur erdhi dita e madhe, dita kur do të shija për herë të parë fytyrat e vogla të binjakëve të mi. Ndjenja e vetmisë ishte e papërshkrueshme. Dhoma e lindjes ishte e mbushur me zhurmën e pajisjeve mjekësore, me buzëqeshje të infermierëve dhe me një pritshmëri të ngarkuar me emocion. Por zemra ime ishte e boshatisur. Burri im nuk ishte aty. Nuk kishte një dorë që të kapte timen. Nuk kishte një shikim që të ndante me mua gëzimin dhe frikën, nuk kishte asnjë fjalë ngushëlluese. Ai nuk ishte aty, kur binjakët dolën në botë, isha vetëm me infermieret dhe mjekët. Një djalë dhe një vajzë të vegjël, të shtrirë pranë meje, duke qarë dhe duke më treguar se tani jeta ime nuk do të ishte më kurrë e njëjtë. Një përzierje lumturie dhe dhimbjeje më përshkoi trupin. Lumturia që ndjeja nga fakti që isha bërë nën, u përzie me dhimbjen e braktisjes. Një ndjesi që nuk mund ta shpreja me fjalë, por që e ndjeva deri në thellësinë e shpirtit. Ditët pas lindjes ishin të vështira. 2 fëmijë kërkonin vëmendje të vazhdueshme. Ushqim, ngrohtësi dhe çdo gjë që një nën mund të javë. Por unë ndihesha e zhytur në vetmi. Nuk kishte kush të vinte të më shihte, të më ofronte një dorë ndihme, apo thjesht një fjalë të ngrohtë urimi për të përshëndetur jetën e re që kisha sjellë në këtë botë. Shumë nga shoqet e mia, të cilat dikur kishin qenë pranë meje, duket se haruan ose nuk e menduan fare këtë moment të madh të jetës sime. Në mbrëmjet e para, kur binjakët flinin dhe dhoma ishte e qetë, lotët më rridhnin pa ndalë. Mendoja për atë që kishte ndodhur, për mungesën e burrit tim, për miqt dhe familjen që nuk u dukën. Pyetje të pafundme më përshkonin: a jam unë e padëshiruar? A nuk kam bërë mjaftueshëm për të qenë e rëndësishme për njerëzit e mi? A do të mund t'i rris këta fëmijë vetëm unë? Megjithatë, në mes të gjithë kësaj dhimbjeje, fillova të kuptoja diçka. Një forcë e brendshme që nuk e kisha ndjerë më parë po zjente brenda meje. Një ndjenjë e pathyeshme e dashurisë për 2 krijesat e vogla që kishin nevojë për mua. Kjo dashuri ishte më e fortë se çdo vetmi, më e fortë se çdo ndjenjë braktisjeje. Çdo natë, kur binjakët më shikonin me sytë e tyre të vegjël dhe më buzëqeshnin pa e ditur, ndjeja se jeta ime kishte një kuptim të ri, një qëllim të ri. Ditët kalonin dhe unë fillova të mësohesha me ritmin e ri. Ishte e lodhshme, pa dyshim, dhe shpesh herë më dukej se nuk do të kisha forcë të vazhdoja. Por çdo herë që shija fytyrat e vogla, kuptoja se çdo sakrificë ia vlente. Binjakët ishin si 2 yje që ndriçonin errësirën time, si 2 shkëndijë shprese që më mbushnin me energji dhe dashuri. Familja ime, e cila nuk kishte ardhur të më uronte, filloi të kuptonte ngadalë rëndësinë e momentit. Një telefonat e thjeshtë, një mesazh, një vizitë e shkurtër, çdo gjë ishte më shumë se çfarëdo që kisha pritur. Por burri im, ai mbeti larg. Ai nuk erdhi, nuk tregoi asnjë shenjë se ndjente të paktën një pjesë të lumturisë që unë ndjeja. Dhe kjo më theu zemrën, më mësoi se shpesh ata që mendonim se do të ishin pranë nesh, mund të jenë më larg se kushdo tjetër. Megjithatë, ndërsa fëmijët rriteshin, fillova të kuptoja se nuk kishte nevojë që njerëzit e tjerë të më bënin të ndjehesha e vlefshme. Unë isha nën, dhe kjo ishte mjaftueshëm. Ata më bënin të ndjehesha e plotë, e fortë dhe e aftë. Mësova të gjej gëzimin në gjërat e vogla, një buzëqeshje e pafajshme, një qeshje që buron nga zemra, një dorë që kap dorën time pa e ditur, dhe kështu, dita pas dite, unë fillova të ndërtoj një botë të re për veten dhe për binjakët e mi. Një botë ku vetmia nuk ishte më një pengesë, por një mundësi për të ndërtuar një lidhje të pastër, të sinqertë dhe të fuqishme me 2 krijesat që më kishin zgjedhur si nën. Një botë ku çdo moment i lumturisë nuk vjen nga mirësia e të tjerëve,
por nga forca e brendshme dhe dashuria e pakushtëzuar që ne kemi për ata që na duan vërtet, dhe kështu, ndonse askush nuk erdhi të më uroj, unë u bëra më e fortë. Binjakët nuk janë thjesht fëmijët e mi, ata janë një kujtesë e përjetshme se dashuria dhe familja nuk maten me numrin e njerëzve që janë pranë nesh, por me intensitetin dhe pastërtinë e lidhjes që krijojmë. Dhe për mua, kjo ishte më shumë se çfarëdo urimi, më shumë se çfarëdo prezence që mund të vinte nga jashtë. Jetë e re, sfida të reja, dita e parë që u zgjova pas një nate të gjatë me binjakët ishte një sfidë e vërtetë. Të dy fëmijët kishin nevoja të ndryshme dhe unë isha vetëm. Njëri qante për qumësht, tjetri për ngrohtësi, dhe unë përpiqesha t'i menaxhoja të dy njëkohësisht. Ishte e lodhshme, por edhe një mundësi për të kuptuar se sa e fortë mund të isha. Në ato momente kuptova se dashuria për fëmijët nuk ka limite dhe se çdo sakrificë që bëja ishte e vlefshme. Isha duke u përpjekur të krijoja një rutinë, diçka që do të më ndihmonte të menaxhoja ditët e mia. Çdo mëngjes fillonte me një ritual të vogël, të zgjoja binjakët, t'i ushqeja, t'i vishja dhe pastaj të përpiqesha të përfundonja ndonjë gjë për veten time. Por shpesh herë nuk kishte kohë për veten. Dita rrifte me një ritëm të pandalshëm, tualet, zhveshje, veshje, qumësht, gjumi i shkurtër, ushqim dhe përsëri e njëjta rutinë. Shumë njerëz nuk e kuptojnë se sa e vështirë është të jesh nën e dy fëmijëve të vegjël. Nuk është thjesht një punë e përditshme, është një përkushtim i pafund, një dhunti që kërkon forcë, durim dhe një nivel të lartë organizimi. Çdo gabim duket i madh, çdo vonesë mund të sjellë kaos. Por në mes të gjithë këtij kaosi, ka momente që janë të bukura, të papërsëritshme. Momente që të mbushin zemrën me lumturi të pastër. Një nga ato momente për mua ishte hera e parë kur të dy fëmijët më buzëqeshën njëkohësisht. Ishte një ndjenjë që nuk mund ta përshkruaj me fjalë, një kombinim i lumturisë, krenarisë dhe dashurisë që nuk dihet as nga fjala më e madhe. Ata nuk dinin se unë ndihesha e vetmuar, nuk dinin për braktisjen që kisha ndjer nga burri im, por buzëqeshja e tyre ishte një kujtesë e fuqishme se çdo gjë do të ishte më e mirë, por realiteti nuk ishte gjithmonë i lehtë. Burri im mbeti larg. Mesazhet e rralla që ai dërgonte ishin të ftohta, pa emocion, pa ngrohtësi. Nuk kishte asnjë shenjë se ai do të përpiqej të ishte pjesë e jetës së binjakëve. Fillova të kuptoja se ndonjëherë dashuria e njerëzve nuk është e garantuar, dhe se të tjerët nuk do të jenë gjithmonë aty kur ke nevojë. Ishte një dhimbje që nuk ikte, por më mësoi të bëhesha më e fortë, të mbështetesha te vetja dhe te fëmijët. Në atë kohë, u bë e qartë se do të duhet të ndërtoja një rrjet mbështetjeje të ri. Shumë nga miqtë dhe familjarët që kisha pasur më parë nuk ishin aty. Por unë nuk mund të prisja dikë të vinte. Fillova të kërkoja ndihmë tek njerëz të rinj, infermiere, mësuese, madje edhe prindër të tjerë që kalonin përditshmëri të ngjashme. Kjo përvojë më mësoi se ndonjëherë duhet të krijosh komunitetin tënd. Të gjesh ata që janë të gatshëm të ndihmojnë dhe të mbështesin pa kushte, ndërkohë sfidat praktike nuk mungonin. Binjakët kishin nevoja të ndryshme për ushqim. Njëri kishte alergji ndaj një produkti të zakonshëm, tjetri kishte nevoja më të shpeshta për gjumë. Çdo gjë duhej planifikuar me kujdes. Çdo ushqim, çdo veshje, çdo gjumë ishte pjesë e një strategjie të hollësishme që më mbante të organizuar. Por kjo nuk do të thoshte se ndonjëherë nuk ndihesha e lodhur dhe e mbingarkuar. Ishte një lodhje që hynte në esencën e shpirtit, por njëkohësisht ishte një lodhje që e ndjeje si të vlefshme dhe të domosdoshme, në mes të gjithë këtyre sfidave. Fillova të kuptoja rëndësinë e kujdesit për veten. Nuk ishte vetëm për fëmijët, por edhe për mua. Një nënë e lodhur nuk mund të japë dashuri dhe kujdes në mënyrën e duhur. Fillova të gjeja momente të vogla për veten, një dush të shkurtër, një filxhan çaji, një libër i vogël që më ndihmonte të largohesha nga rutina e pafund. Nuk ishte luks, ishte një nevojë. Dhe këto momente më mbushnin me energji për të përballuar ditët që ishin gjithmonë të mbushura me sfida. Një nga gjërat më të vështira ishte përballja me emocionet e mia. Shpesh herë ndihesha e vetmuar, e braktisur, e pa shpresë. Lotët më rridhnin pa pushim kur binjakët flinin dhe dhoma ishte e qetë. Por këto momente më mësonin diçka të rëndësishme. Nuk ka turp të ndjesh dhimbje, nuk ka turp të jesh i lodhur. Forca nuk matet vetëm nga sa mund të përballosh, por edhe nga sa mund të pranosh dhe të përballosh dhimbjen. Pas disa javësh, fillova të shoh një ndryshim të vogël në marrëdhënien me binjakët. Ata filluan të më kuptonin më mirë, të ndanin momentet e tyre të lumturisë me mua dhe të më ofronin ngrohtësi pa e kuptuar.
Një qeshje në mëngjes, një shtrëngim dorë, një shikim i pafajshëm që thoshte më do, këto ishin momentet që më mbushnin shpirtin. Në të njëjtën kohë, fillova të mendoja për të ardhmen. Nuk mund të mbështetesha te burri im. Nuk kishte asnjë shans që ai të ishte pjesë e jetës së binjakëve në mënyrën që unë dëshiroja. Kjo ishte një dhimbje, por njëkohësisht një mundësi. Një mundësi për të krijuar një jetë të re, për të ndërtuar një familje që nuk bazohet te dikush që nuk është i pranishëm. Një familje ku unë isha forca kryesore dhe ku dashuria nuk matet nga prezenca e dikujt tjetër, por nga angazhimi dhe përkushtimi që kisha për fëmijët. Me kalimin e kohës, ndjeva se po transformohesha. Nuk isha më vetëm një nënë e lodhur dhe e vetmuar, po bëhesha një grua e fortë, e vendosur dhe e gatshme për të përballuar çdo sfidë që jeta mund të sillte. Binjakët ishin arsyet e mia, por gjithashtu edhe shkëndija e forcës që më mësoi të mos dorëzohem kurrë. Çdo ditë më tregonte se jeta mund të ishte e vështirë, por dashuria dhe përkushtimi ishin më të fuqishme se çdo pengesë. Kjo ishte pjesa më e rëndësishme. Të kuptoja se vetmia nuk ishte fundi i botës, por fillimi i një udhëtimi të ri. Një udhëtim ku unë do të bëhesha shembull për binjakët e mi, një udhëtim ku do të mësoja të duhesha më shumë dhe të ndihmoja të tjerët që ishin në situata të ngjashme. Një udhëtim ku çdo sfidë ishte një mësim dhe çdo moment lumturie një dhuratë që duhet të vlerësohej. Forca e pakushtëzuar e dashurisë, ditët kalonin me ritmin e tyre të pandalshëm. Binjakët po rriteshin me shpejtësi dhe çdo ditë vinte me një përzierje emocionesh, lumturi, lodhje dhe frikë. Por mbi të gjitha, kishte një dashuri të pakushtëzuar që më mbushte shpirtin dhe më jepte forcë për të vazhduar. Në mëngjes, herët, zgjohesha nga qeshurat dhe qarjet e tyre. Njëri kishte nevojë për qumështin e mëngjesit, tjetri për ngrohtësi dhe kujdes të veçantë. Ishte një sfidë e përditshme që kërkonte një durim të jashtëzakonshëm dhe aftësi për të organizuar në mënyrë perfekte. Por me kalimin e kohës, këto momente të përsëritura filluan të merrnin kuptim. Ato nuk ishin thjesht rutinë, ishin një mënyrë për të ndërtuar lidhjen tonë të pakrahasueshme, një gjuhë e vetme e dashurisë që nuk kërkonte fjalë. Fillova të kuptoja se forca ime nuk vinte vetëm nga durimi, por nga vetë dashuria që ndjeja për ta. Çdo herë që një nga binjakët qeshte, çdo herë që më shikonte me sytë e tij të mëdhenj dhe të pafajshëm, ndjeja një ndjenjë krenarie dhe lumturie që nuk mund të matet me asgjë tjetër. Ata ishin universi im, arsyeja për të ngritur kokën çdo ditë dhe për të përballuar çdo sfidë që jeta më sillte. Megjithatë, sfidat nuk mungonin. Ndonjëherë, lodhja ishte aq e madhe sa ndihesha sikur nuk do të kisha forcë për të vazhduar. Netët e gjata pa gjumë, qumështi që duhej përgatitur, lodhja fizike dhe emocionale, çdo gjë dukej e pafund. Por mësoja të merrja frymë thellë dhe të shikoja fytyrat e tyre të vogla, duke kuptuar se çdo sakrificë ia vlente. Nuk ishte vetëm detyrë, ishte dashuri që nuk mund të krahasohej me asgjë tjetër. Përveç sfidave praktike, kishte edhe atë boshllëkun emocional që burri im kishte lënë pas. Nuk kishte asnjë shenjë se ai do të kthehej ose do të përpiqej të ishte pjesë e jetës sonë. Fillimisht kjo më thyente zemrën, por me kohën kuptova se nuk mund të varej lumturia ime nga dikush që nuk ishte i gatshëm të jepte. Lumturia dhe forca ime duhet të vinte nga unë. Dhe nga lidhja e pakushtëzuar që kisha me binjakët, një moment që më ndryshoi përfundimisht perceptimin ishte hera e parë kur të dy binjakët më morën dorën dhe hodhën një hap drejt meje pa ndihmën time. Ishte një moment simbolik, një shenjë se ata më besonin, se më njihnin si të vetmen person që mund t'i mbante të sigurt dhe të lumtur. Ishte një ndjesi që më mbushi me emocion, një përjetim që nuk mund ta përshkruaj me fjalë, por që do ta mbaj gjithmonë në zemër. Në atë kohë, fillova të mendoja edhe për të ardhmen. Duhet të ndërtoja një jetë që nuk varej nga askush tjetër. Duhet të gjeneroja të ardhura për të siguruar ushqimin, veshjet dhe edukimin e binjakëve. Nuk ishte e lehtë, por sfida më bëri më të fortë. Fillova të eksploroja mundësi për punë nga shtëpia, kurse online, dhe çdo mundësi që do të më lejonte të isha pranë fëmijëve. Kjo nuk ishte thjesht nevojë, ishte një mënyrë për të ndërtuar pavarësinë time dhe për të dhënë shembull një force të vërtetë për binjakët. Ditët kalonin dhe me çdo ditë lidhja jon forcohej. Ata më kuptonin më mirë, unë kuptoja nevojat e tyre dhe çdo sfidë dukej më e lehtë kur përballoheshim së bashku. Fillova të shoh se vetmia nuk ishte një pengesë, por një mundësi për të krijuar një familje të re, të bazuar mbi dashuri dhe përkushtim të pastër.
Nuk kishte rëndësi se kush mungonte, rëndësi kishte se kush ishte aty dhe sa I përkushtuar ishte për jetën e re që kishim krijuar. Një nga mësimet më të rëndësishme që mësova ishte se nuk kishte nevojë të pritesha të tjerët për të ndjerë lumturi. Shumë njerëz nuk erdhën të më urojnë, shumë nuk dhanë mbështetje, por binjakët ishin të mjaftueshëm. Ata ishin arsyeja për të mos dorëzuar, arsyeja për të zgjedhur dashurinë mbi gjithçka tjetër. Ky ndërim perspektive më dha një forcë të jashtëzakonshme dhe një qartësi për atë që do të doja të ishte jeta ime dhe jeta e tyre. Një moment tjetër prekës ishte dita kur fillova t'i mësoja të dim të ecin të pavarur, të hanë vetë dhe të kuptojnë botën rreth tyre. Çdo përparim I vogël ishte një fitore e madhe. Çdo hap I vogël që bënin drejt pavarësisë ishte një shenjë e suksesit tim si nën, një dëshmi se dashuria dhe përkushtimi krijojnë rezultate që nuk maten me fjalë, por me veprime. Në këtë udhëtim, fillova të takoj edhe njerëz të rinj që më mbështesnin. Një fëmijë që më ndihmonte me ushqimin, një mësuese që më jepte këshilla për edukimin e binjakëve, një grup online me prindër të tjerë që përjetonin të njëjtat sfida. Këto lidhje të reja më bën të kuptoja se edhe nëse dikush nuk është aty, gjithmonë ka mënyra për të gjetur mbështetje dhe dashuri. Nuk është vetëm familja biologjike ajo që bën një rrjet mbështetjeje, është çdo person që kontribuon me dashuri dhe respekt në jetën tonë. Në mes të gjithë këtyre momenteve, fillova të kuptoja se unë nuk isha vetëm nënë e vetme. Unë isha një grua që kishte gjetur forcën të rrinte 2 fëmijë të mrekullueshëm, të krijonte një jetë të re dhe të ndërtonte lidhje të forta emocionale. Binjakët ishin një bekim që më tregonte se dashuria nuk ka kufi dhe se fuqia e brendshme mund të lind nga sfidat më të vështira. Forca që lind nga dashuria e pakushtëzuar, ditët pas lindjes së binjakëve nuk ishin më të njëjta. Çdo mëngjes fillonte me të njëjtat ritme të lodhshme, por ndryshe nga fillimi, tani ndihesha më e përgatitur, më e fortë dhe më e vetëdijshme për atë që do të vinte. Të 2 fëmijët kishin nevoja të ndryshme dhe të njëkohshme, dhe unë shpeshherë përjetoja atë ndjenjen e përzierjes së lodhjes ekstreme me lumturinë më të pastër që mund të ndjejë ndonjëherë një nën, që në mëngjesin e hershëm, ata më zgjonin. Njëri qante për qumështin e mëngjesit, tjetri për ngrohtësi dhe për kujdes. Ishte një sfidë e vërtetë që kërkonte durim dhe aftësi organizative. Por fillova të kuptoja se çdo gjë që bëja për ta nuk ishte thjesht detyrë, ishte një shprehje e dashurisë. Çdo përpjekje, çdo përkushtim, çdo gjumë I ndërprer ishte një dhuratë për ta. Fillimisht, kishte momente të dhimbshme. Burri im nuk ishte aty, nuk kishte asnjë shenjë të kujdesit apo të lumturisë që ai dikur kishte premtuar. Mesazhet e rralla që dërgonte ishin të ftohta dhe të largëta, dhe kjo më thyente shpesh. Por me kalimin e kohës, kuptova se lumturia ime nuk mund të varej nga dikush që nuk ishte I gatshëm të jepte. Forca ime dhe lumturia jon duhet të lindnin nga ne vetvetja dhe nga lidhja që po ndërtoja me binjakët. Çdo ditë më mësonte diçka të re. Një qeshje e tyre e pafajshme, një shikim që më shpreh dashuri pa kushte, një përpjekje për të ecur apo për të kapur një objekt të vogël, këto momente ishin më të vlefshme se çdo gjë tjetër. Fillova të shija se lumturia nuk matet me prani apo urime, por me momentet që ndahen me ata që duam. Binjakët ishin universi im dhe dashuria për ta ishte e pakushtëzuar. Në mes të sfidave praktike të përditshme, fillova të ndërtoj një rutinë më të qëndrueshme. Ishte një detyrë e madhe, përgatitje ushqimesh, ndërim pelena, gjumë I ndërprer, shëtitje të shkurtra, vizita tek pediatri, por gjithçka kishte kuptim sepse binjakët ishin aty, duke më kujtuar se çdo sakrificë ishte e vlefshme. Në mëngjes, kur të 2 shikonin fytyrën time dhe buzëqeshnin njëkohësisht, ndjeja një ndjenjë krenarie dhe dashurie që nuk mund të matet. Një nga sfidat më të mëdha ishte lodhja ekstreme. Ndonjëherë ndihesha e pavetëdijshme, me sytë e ënjtur nga gjumi I pakët dhe trupin e lodhur nga përpjekja e vazhdueshme. Por duke parë se sa të vegjël dhe të brisht ishin binjakët, ndjeja një energji të re për t'u përballur me çdo ditë. Fillova të kuptoja se dashuria është një burim energjie që nuk shtëron kurrë, ajo të fuqizon edhe kur trupi është I lodhur dhe shpirti I thyer. Në këtë proces, fillova të ndërtoj edhe një rrjet mbështetjeje jashtë familjes. Një fëmijë I mirë që më ndihmonte me ushqimin, një mësuese që më jepte këshilla për edukimin e binjakëve dhe një grup online prindërish të tjerë që përjetonin sfida të ngjashme. Të gjithë këta njerëz u bën pjesë e botës time të re. Kuptova se dashuria dhe mbështetja nuk vijnë gjithmonë nga familja biologjike, ato mund të ndërtohen, të zgjaten dhe të forcohen me njerëz të rinj që janë të gatshëm të japin pa kushte. Një moment I veçantë që më ndryshoi perceptimin ishte hera e parë kur binjakët hodhën një hap drejt pavarësisë.
Ishte një simbol i besimit dhe i lidhjes son të veçantë. Ata më kuptonin, unë kuptoja nevojat e tyre. Dhe kjo krijoi një lidhje të pakrahasueshme. Çdo hap i tyre, çdo përpjekje e vogël, ishte një fitore e madhe. Ky ishte momenti kur kuptova se forca ime nuk matet me numrin e sfidave, por me aftësinë për të dashur dhe për të qenë e qëndrueshme në çdo situatë. Ndërkohë, fillova të mendoja për të ardhmen tonë. Duhej të siguronte një jetë të qëndrueshme për binjakët, ushqim, edukim dhe një mjedis të ngrohtë dhe të sigurt. Kjo më bëri të kërkoja mundësi punësimi dhe aktivitete që mund të bëheshin nga shtëpia për të qenë pranë tyre, por edhe për të ndërtuar pavarësinë time ekonomike. Çdo hap që bëja ishte një hap drejt një jete më të mirë për ne. Ndonjëherë, në mbrëmjet kur binjakët flinin, ndjeja një boshllëk emocional. Mendimet për burrin që nuk ishte aty, për familjarët që nuk erdhen, dhe për çdo urim që nuk e morëm, më rëndonin zemrën. Por këto momente u bën gjithashtu një mundësi për reflektim dhe rritje. Fillova të kuptoja se nuk ka turp të ndjesh dhimbje dhe se të përballesh me vetmin mund të mësoj të bëhesh më e fortë dhe më e pavarur. Në këtë udhëtim, fillova të shoh ndryshime tek vetja. Nuk isha më një nën e vetme e lodhur, po bëhesha një grua e vendosur, e aftë të marrë vendime të vështira dhe të krijoj një botë të re për binjakët e mi. Ata më mësonin çdo ditë se dashuria është forca më e madhe që ekziston. Dhe se çdo sakrificë që bëjmë për ata që duam, kthehet në lumturi dhe forcë për ne vetveten. Një nga momentet më prekëse ishte hera e parë kur të dy binjakët më thanë më do me fjalët e tyre të vegjël dhe të ngatëruar. Nuk ishte thjesht një shprehje, ishte një shpërblim për çdo sakrificë, çdo natë pa gjumë dhe çdo moment që unë kisha ndier vetmi. Kjo ishte dëshmia më e bukur e dashurisë së pakushtëzuar që vetëm një nën mund ta përjetojë. Në këtë pikë, fillova të kuptoja se çdo pengesë që kisha kaluar ishte një mësim. Binjakët nuk ishin thjesht fëmijët e mi, ata ishin mësuesit e mi, ata më treguan se çfarë do të thotë të duash pa kushte. Të japësh pa limit dhe të gjesh lumturinë në momentet më të vogla dhe më të thjeshta. Çdo ditë ishte një mundësi për të ndërtuar forcë dhe për të kuptuar se lumturia nuk matet me prani apo urime, por me dashurinë që ndan dhe për kushtimin që tregon çdo ditë. Rrugëtimi i një nën e vetme, jeta nuk ishte më e njëjtë që nga dita kur binjakët erdhën në këtë botë. Çdo ditë vinte me sfida të reja, por edhe me momente të jashtëzakonshme lumturie që më mbushnin shpirtin me energji. Binjakët nuk ishin thjesht fëmijë, ata ishin mësues të mi dhe çdo buzëqeshje, çdo hap i tyre, çdo qeshje e vogël më mësonte diçka për jetën, për dashurinë dhe për forcën që nuk e dija se e kisha brenda meje fillimisht. Sfidat praktike ishin të pafund. Ushqimi, gjumi, higjiena dhe kujdesi i vazhdueshëm për dy fëmijë të vegjël kërkonin një energji të jashtëzakonshme. Çdo natë, kur ata flinin, ndjeja një lodhje të thellë që shtrihej deri në esencën e trupit tim. Por edhe në mes të kësaj lodhjeje, ndjeja një ndjenjë krenarie dhe lumturie që nuk mund të matet. Ata më bënin të kuptoja se çdo sakrificë që bëja kishte kuptim. Në një prej netëve më të vështira, kur binjakët ishin të sëmurë dhe nuk ndalnin së qarët, ndihesha e pafuqishme. Nuk kishte asnjë mbështetje nga burri im dhe ndihma nga jashtë ishte e kufizuar. Por në atë moment kuptova diçka të rëndësishme. Forca ime nuk vinte nga të tjerët, por nga vetja. Fillova të mësoja të gjeja qetësi brenda kaosit dhe mënyra më e mirë për t'u përballur me sfidat ishte të mbështetesha tek dashuria dhe përkushtimi që kisha për fëmijët. Ditët e përditshme ishin një sfidë organizative. Ushqimi duhej të planifikohej në mënyrë të hollësishme, çdo porcion, çdo produkt, çdo ndërim i pelena duhej të ndodhte në kohë. Ishte një rrjedhë e pandalshme detyrash, por fillova të gjej kënaqësi në strukturë. Kjo më ndihmoi të kuptoja se edhe në mes të sfidave më të vështira, mund të gjejmë ekuilibrin dhe forcën për të ecur përpara. Një nga momentet më të rëndësishme ishte dita kur fillova të shija pavarësinë e binjakëve. Ata më ndihmonin me gjëra të vogla, e kuptonin më mirë rutinën dhe shpesh herë më përpiqeshin të më ndihmonin. Një qeshje e tyre, një dorë që kap dorën time, një përpjekje e vogël për të bërë gjëra vetë, këto ishin momente që më bënin të ndjeja se po arrinim së bashku sukseset e para. Në këtë rrugëtim, fillova të kuptoja rëndësinë e mbështetjes nga jashtë. Një fëmijë që vinte dhe më ndihmonte me ushqimin, një mësuese që më jepte këshilla për edukimin e binjakëve, një grup prindërish të tjerë që përjetonin të njëjtat sfida, këta njerëz u bën pjesë e botës sime. Kuptova se dashuria dhe mbështetja nuk vijnë gjithmonë nga familja biologjike, ato mund të ndërtohen me njerëz të rinj që janë të gatshëm të japin pa kushte.
Një moment që më mbeti në mendje ishte hera e parë kur binjakët hodhen një hap drejt pavarësisë pa ndihmën time. Ishte një simbol i besimit dhe i lidhjes son të veçantë. Ata më kuptonin. Unë kuptoja nevojat e tyre dhe kjo krijoi një lidhje të pakrahasueshme. Çdo hap i tyre, çdo përpjekje e vogël, ishte një fitore e madhe. Ky ishte momenti kur kuptova se forca ime nuk matet me numrin e sfidave, por me aftësinë për të dashur dhe për të qenë e qëndrueshme në çdo situatë. Pas disa muajsh, fillova të mendoja për të ardhmen tonë në mënyrë më strategjike. Duhej të siguroja një jetë të qëndrueshme për binjakët, ushqim, edukim dhe një mjedis të ngrohtë dhe të sigurt. Kjo më bëri të kërkoja mundësi punësimi që mund të bëheshin nga shtëpia, por që do të më lejonin të isha gjithmonë pranë tyre. Çdo hap që bëja ishte një hap drejt një jete më të mirë për ne. Ndonjëherë, në mbrëmjet kur binjakët flinin, ndjeja një boshllëk emocional. Mendimet për burrin që nuk ishte aty, për familjarët që nuk erdhen, dhe për çdo urim që nuk e morëm, më rëndonin zemrën. Por këto momente u bën gjithashtu një mundësi për reflektim dhe rritje. Fillova të kuptoja se nuk ka turp të ndjesh dhimbje dhe se të përballesh me vetmin mund të mësoj të bëhesh më e fortë dhe më e pavarur. Ndërkohë, fillova të ndjej ndryshime të thella brenda meje. Nuk isha më vetëm një nën e vetme e lodhur, po bëhesha një grua e vendosur, e aftë të marrë vendime të vështira dhe të krijoj një botë të re për binjakët e mi. Ata më mësonin çdo ditë se dashuria është forca më e madhe që ekziston, dhe se çdo sakrificë që bëjmë për ata që duam, kthehet në lumturi dhe forcë për ne vetveten. Një nga momentet më prekëse ishte hera e parë kur të dy binjakët më thanë më do me fjalët e tyre të vegjël dhe të ngatëruar. Nuk ishte thjesht një shprehje, ishte një shpërblim për çdo sakrificë, çdo natë pa gjumë dhe çdo moment që unë kisha ndier vetmi. Kjo ishte dëshmia më e bukur e dashurisë së pakushtëzuar që vetëm një nën mund ta përjetojë. Në mes të gjithë këtyre momenteve, fillova të kuptoja se çdo pengesë që kisha kaluar ishte një mësim. Binjakët nuk ishin thjesht fëmijët e mi, ata ishin mësuesit e mi, ata më treguan se çfarë do të thotë të duash pa kushte, të japësh pa limit dhe të gjesh lumturinë në momentet më të vogla dhe më të thjeshta. Çdo ditë ishte një mundësi për të ndërtuar forcë dhe për të kuptuar se lumturia nuk matet me prani apo urime, por me dashurinë që ndan dhe përkushtimin që tregon çdo ditë. Një fillim i ri, vitet kaluan më shpejt se sa mund të imagjinoja. Binjakët ishin rritur, tashmë më të pavarur, me karaktere të forta dhe zemra të mëdha. Çdo ditë që kalonin me ta ishte një mësim i ri për jetën, një kujtesë se dashuria nuk njeh kufi dhe se forca e një nëne nuk matet me thjeshtësinë e një natyre të qetë, por me aftësinë për të përballuar gjithçka që jeta i vë përpara. Kur i shija duke luajtur së bashku në oborrin e shtëpisë, ndjeja një emocion të thellë krenarie. Ata nuk ishin thjesht fëmijët e mi, ishin dy pjesë të shpirtit tim, dy arsye për të mos dorëzuar kurrë. Çdo qeshje e tyre, çdo përqafim, çdo mëdo e vogël ishte një shpërblim për çdo natë pa gjumë. Për çdo moment lodhjeje dhe për çdo sfidë që kisha kaluar si nënë e vetme, në këtë udhëtim të gjatë, kuptova se lumturia nuk matet nga njerëzit që nuk janë aty, por nga intensiteti dhe pasioni me të cilin e jetojmë jetën dhe kujdesemi për ata që duam. Burri im nuk ishte pjesë e jetës son, dhe një kohë e gjatë dhimbja nga braktisja e tij më rëndonte shpirtin. Por binjakët më mësuan se dashuria dhe përkushtimi janë të pakushtëzuara. Ata nuk dinin për mungesën e tij, por përmes syve të tyre të pafajshëm dhe buzëqeshjes së tyre të ngrohtë, kuptova se nuk kisha nevojë për askën tjetër për të ndjerë plotësinë në mes të sfidave të përditshme. Fillova të ndërtoj një jetë të qëndrueshme dhe të fortë për ne. Punova, kërkova mundësi të reja, krijova një rrjet mbështetjeje me njerëz të rinj dhe ndërtova një rutinë që na lejonte të jemi të sigurt dhe të lumtur. Çdo hap i bërë për pavarësinë tonë ishte një hap drejt një të ardhmeje të ndritur. Një nga momentet më të prekshme ishte hera e parë kur binjakët më ndihmuan në një detyrë shtëpie. Ishin akoma të vegjël, por donin të më ndihmonin. Nuk ishte thjesht ndihmë fizike, ishte një shenjë e pavarësisë dhe e lidhjes së fuqishme që kishim ndërtuar gjatë viteve. Fillova të kuptoja se çdo sakrificë, çdo moment lodhjeje kishte krijuar një bazë të fortë për të ardhmen tonë. Ndërkohë, fillova të mendoja për vetveten. Kishte një kohë kur e ndjeja se jeta ime ishte e kufizuar vetëm tek përkujdesja për binjakët. Por tani kuptova se për të bërë një nënë e mirë duhej të gjeja edhe hapësirë për të ndjekur ëndrat dhe interesat e mia. Fillova të marr kurse online, të lexoj libra dhe të zhvilloj aftësi që më ndihmonin të isha jo vetëm nën,
por edhe grua e vetëdijshme dhe e pavarur. Një moment tjetër vendimtar ishte dita kur mora vendimin të shikoja të kaluarën me qetësi dhe reflektim. Burri im nuk ishte pjesë e jetës sonë, dhe për një kohë të gjatë kjo më dhimbte. Por tani kuptova se nuk kisha nevojë të mbaja dhimbjen në zemër për të ndërtuar të ardhmen. Ai kishte zgjedhur të mos ishte aty, dhe unë kisha zgjedhur të mos lejoja që mungesa e tij të ndalte lumturinë tonë. Ky reflektim më dha qartësi dhe një forcë të re. Binjakët ishin pjesë e jetës sime në mënyrë të pakushtëzuar. Ata më mësonin çdo ditë se dashuria është e pakushtëzuar dhe se forca që lind nga sfidat është e pathyeshme. Çdo ditë, kur shija fytyrat e tyre të lumtura dhe sytë e tyre plot kuriozitet, ndjeja një energji që nuk mund të shpjegohet. Ishte një energji që më bënte të ndihem e gjallë, e fortë dhe e aftë për gjithçka. Në këtë rrugëtim, ndjeva gjithashtu rëndësinë e komunitetit. Një mësuese që më mbështeste me këshilla, fqinjet që më ndihmonin kur binjakët ishin të sëmurë dhe grupet online të prindërve që ndanin eksperiencat dhe këshillat e tyre, të gjithë këta njerëz ishin pjesë e botës sonë. Kuptova se lumturia nuk vjen vetëm nga familja biologjike, por edhe nga ata që japin dashuri dhe mbështetje pa kushte. Një moment magjik që nuk do ta harroj kur ishte dita kur binjakët më përqafuan njëkohësisht dhe më thanë më do. Nuk ishin thjesht fjalë të vogla, ishte një shpërblim për çdo natë pa gjumë, për çdo sfidë që kisha përballuar. Dhe për çdo moment lodhjeje. Kjo ishte dëshmia më e bukur e dashurisë së pakushtëzuar dhe e fuqisë që lind nga lidhja në fëmijë. Ndërkohë, fillova të mendoja për ëndrat dhe planet e mia personale. Nuk kisha më frikë të ndjekja atë që më bënte të lumtur. Fillova të krijoja një rrjet profesionist dhe të ndjekja projekte që më lejonin të zhvilloja talentet e mia, pa u ndjerë ndaluar nga përgjegjësitë e përditshme. Binjakët më dhanë forcën të ndjekja ëndrat e mia, sepse ata ishin arsyeja ime për të bërë më të mirën për veten dhe për ta. Në këtë udhëtim, ndjeva një transformim të plotë. Nuk isha më e vetmuar, nuk isha më e pafuqishme. Dhe nuk kisha më frikë të përballesha me jetën e përditshme. Forca ime kishte lindur nga sfidat dhe dashuria për binjakët ishte bërë energjia që më jepte jetë çdo ditë. Fillova të kuptoja se çdo pengesë që kisha kaluar, çdo natë pa gjumë dhe çdo moment lodhjeje kishte krijuar një bazë të fortë për një të ardhme të ndritur. Një nga momentet më të bukura ishte dita kur binjakët më thanë se donin të më ndihmonin të përgatisja darkën. Ishin ende të vegjël, por dëshira për të kontribuar dhe për të ndarë dashurinë e tyre më mbushi me emocione. Fillova të kuptoja se lidhja jonë nuk ishte vetëm dashuri e njëanshme, ishte një lidhje e dyanshme. Ku ata më jepnin forcë dhe unë u jepja mbështetje, në këtë pikë, kuptova se nuk kisha më nevojë për asnjë tjetër për të ndjerë plotësinë. Binjakët ishin arsyeja për çdo hap që kisha bërë dhe për çdo vendim që merrja. Ata ishin arsyeja për të mos dorëzuar kurrë dhe për të besuar se dashuria dhe përkushtimi janë më të fuqishme se çdo pengesë. Në mbyllje, ndjeva një qetësi të thellë dhe një lumturi që nuk kishte nevojë për miratimin e askujt tjetër. Jeta jonë nuk ishte perfekte, kishte sfida, momente të vështira dhe net të lodhshme. Por ajo ishte e jona, e ndërtuar me dashuri, përkushtim dhe forcë të pakushtëzuar. Binjakët më mësonin çdo ditë se dashuria është forca më e madhe që ekziston. Dhe unë kisha mësuar të jem nën, grua dhe person i fortë, gati për çdo gjë që jeta mund të sillte, dhe kështu, përpara nesh ishte një rrugë e ndritur, e mbushur me mundësi, dashuri dhe shpresa. Një fillim i ri, ku binjakët dhe unë mund të rriteshim së bashku, të përballonim çdo sfidë dhe të krijonim një jetë të mbushur me lumturi dhe forcë të pakufizuar.